dashur, nga kjo studio ku startojmë çdo mëngjes tonin në ekranin e Ora News, natyrisht ora ka shënuar 7, është një start i ri, një ditë e re, me lajme të reja, të mira apo jo, kjo mbetet për t'u parë edhe në vëzhgimin që bëjmë pas pak nëpërmjet gazetave, por patjetër ne do të mundohemi që në këto 2 orë të sjellim edhe buzëqeshjen, edhe informacionin e vlefshëm, ato optimist që ndonjëherë mungon për sa i përket aktualitetit dhe ngjarjeve që na shoqërojnë. Starti, si çdo ditë tjetër, do t'i dedikohet informacionit parësor që ka të bëjë me motin, të dhëna interesante që na duan. Jemi të paktën tashmë në prag fundjave dhe duam të dimë nëse do të vazhdojë të jetë kështu nxehtë, dielli do të jetë i fortë dhe nëse plazhet do të mund të frekuentohen. Nëse duhet folur. Ja ku jemi rikthyer në studio pas muzikës dhe ne kemi nisur bisedën, sepse kur flasim për gjëra me vlerë, për punë konkrete të cilat ne do të mund t'i shohim nga afër, t'i ndjejmë frytet nga afër, natyrisht kemi kuriozitetin maksimal. Unë jam këtu në studio me zotin Artur Galanxhi, drejtor, tani status ishte shumë i gjatë, drejtor i BIMS-së dhe i kurorës së gjelbër dhe parqeve të reja dhe inspektoriatit. Nuk e di nëse jam e sakt, por Brenda agjencisë. Brenda sigurisht agjencisë së parqeve dhe rekreacionit, ku natyrisht punohet në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse ndonjëherë mund të ketë pikpyetje nga ju për të thënë se çfarë po ndodh, për çfarë kujdeset në një farë mënyre kjo strukturë, por me sa duket kemi shumë risi dhe unë jam e lutur që po i diskutojmë në këtë studio dhe do t'i prezantojmë për të gjithë ju me zotin Artur në lidhje me rehabilitimin duke nisur nga Frymarrja e Tiranës, që është liçeni artificial, ku ju po më tregoni dhe është mirë ta prezantojmë edhe për publikun se ndoshta nuk e kanë informacionin çfarë po ndodh, po merr një pamje tjetër ky park në dimensione të ndryshme. Po, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është një institucion i specializuar i bashkisë, që ka të bëjë jo vetëm me administrimin, po dhe rehabilitimin dhe rikonceptimin e parqeve ekzistuese dhe parqeve të reja. Për sa i përket parkut ekzistues kryesor që gjithë Tirana i ka syt atje, që është parku i madh i liçenit të Tiranës, puna ka filluar që në dimrin e kaluar, pikërisht me nisjen e aktivitetit të agjencisë tonë, me rehabilitimin e gjithë zonës perëndimore, e cila, siç e dini, ka qenë me ndërtime pa leje, kanë qenë me informalitetet të ndryshme. Nuk ka patur një strukturë, le të themi, nuk ka pasur asnjë pemë. Aktualisht, duke filluar nga tetor-nëntor i vitit kaluar dhe deri në pranverën e këtij viti, është rehabilituar gjithë ajo zonë, është bërë një punë kolosale, qoftë me lëvizjen e dherave, qoftë me sistemimin, por qoftë edhe me mbjellje të reja. Aty është një strukturë shumë e përparuar, me disa nga pemët kryesore që janë të zonës Ballkanit, dhe që i japin një jeshi parku të arshëm në atë zonë. Konkretisht janë mbjellë mbi 9.000 pemë të reja, në zonën perëndimore të 9.000 pemë. Mbi 9.000 pemë të reja. Dhe besoj është vendosur edhe disa individ të komunitetit rom që jeton në aty. Po, janë zhvendosur dhe aty kemi të bëjmë me një park më të tutje. Po ta shikosh sot, pemët janë të mirë mbajtura, janë të mbjellura brenda kritereve, të gjitha kritereve që duhen, dhe do ta shikojmë të ardhmen brenda një 5 vjeçarit, do shikojmë një pyll shumë të bukur, pasi kombinimi i pyjeve atij është shumë i mirë. Jo vetëm thjesht pyll, por edhe zonë rekreative, që njerëzit jo vetëm të shfrytëzojnë jeshillëkun dhe pemët, por të shfrytëzojnë edhe këto ambiente për aktivitetet e tyre rekreative, qofshin këto të vrapimit, të turizmit, të piknikut dhe të ndryshme. Ndërkohë neve nuk kemi mbetur vetëm atje, në gjithë pjesën tjetër, mbasi ne si agjenci kryejmë një inventar të plotë se çfarë përbënte parku i madh i liçenit të Tiranës, kemi filluar me projektet specifike dhe për të ndruar fytyrën pikërisht hyrjes së parkut. Po ta shikoni tek garda, neve kemi krijuar një shteg japonez në bashkëpunim me ambasadën japoneze dhe konsullin japonez në Tiranë, por kuptohet që investimi është i agjencisë tonë, i mbështetur nga ta, është krijuar një tjetër figurë, po ta shikosh është bërë një shteg shumë i bukur, me gur, dhe me një gjelbrim duke pasur si bazë qeshit japoneze, që janë ato qeshit e bukura. Pra duke se edhe një kulturë ndryshe brenda. Edhe një kulturë ndryshe, të cilat janë rrethuar edhe me lulëzim dhe me shkure dekorative shumë të mira. Gjithashtu gjithë kthesa që nga Universiteti Politeknik i Tiranës edhe deri tek dera e Gardës, ku ka qenë, ju e dini vetë, kanë qenë disa ndërtime dhe aty ishte vetëm mbeturina, po ta shikosh sot ka një pamje tjetër, sot është një gjë e gjelbruar, ka shumë trëndafila, ka shumë bar dhe ka dhe pemë të ndryshme. Me këtë ide, neve po rikonceptojmë gjithë parkun e madh të liçenit
dhe në vende do të krijojmë disa momente rekreative dhe të bukura, duke filluar me një kopsht trëndafilash, me një pyll me gjelbrim përhershëm ose me lulëzim përhershëm, duke mbjell edhe pemë dekorative të cilat nuk janë akoma në parkun e madh, dhe për të bërë një konceptim që njerëzit të krijojnë disa vatra, disa qendra ku të themi që një grup shokësh duan të shkojnë tek pylli i Blirëve, apo një grup shokësh duan të rinë tek parku i Trëndafilave. Pra të kenë mundësi zgjedhje. Të ketë mundësi zgjedhje dhe të ketë një konceptim tjetër. Tjetër gjë që shumë e bukur është edhe parku i ri i lodrave të fëmijëve, të cilën pati shumë fjalë e kondestime, por që është bërë një investim që i takon fëmijëve tanë. Ju e dini shumë mirë që në Tiranë gjithmonë qoftë privatët, qoftë edhe shteti, apo strukturat e bashkisë kanë ngritur ose kanë mbështetur ngritjen e parqeve të lodrave për fëmijët, por park të tillë nuk është bërë asnjëherë, pasi gjithmonë parqet janë konceptuar në vende bosh, ku s'ka pas gjelbrim dhe fëmijët e shkret. Dhe kanë qenë mini parqe duhet. Jo, po kanë qenë edhe të pa gjelbruar. Për shembull, ne kemi një park po poshtë digës, që nuk është i keq nga investimi dhe nga lloji lodrave që është. Por aty mungon gjelbrimi, mungon fëmijët do vinë të lozin, po do lozin në diell, ndërsa aty tani fëmijët lozin në çdo orë të ditës. Pra janë menduar edhe këto aspektet funksionale, jo vetëm ato estetike. Jo, nga ana tjetër agjencia jonë në bashkëpunim edhe me institucionet tjera të bashkisë, me bashkinë dhe me ndërmarrjet e tjera, po bën një punë të madhe në rehabilitimin e parqeve në për zona të ndryshme të Tiranës. Sa do të pyesja, ne flasim për këtë liçenicë është kryesorja që shohim nga afër, por ka edhe të tjera që frekuentojnë në radhë. 10-15 parqe të reja, mini parqet në çdo cep të Tiranës. Sot inaugurohet parku i tek Minepeza, për shembull, që është një vepër e Bashkisë Tiranës, kuptohet nga në mbështetjen e agjencisë tonë dhe disa institucioneve të tjera të bashkisë, siç është ndërmarrja 1, 2, 3. Unë edhe aty që ka nisur me kodhi që sot po themi konkludohet. Sot inaugurohet, po është një kantier pune kudo në çdo cep të lagjeve, pasi fëmijët kanë nevojë të lozin edhe tek shtëpia e tyre, por edhe tek parku i madh. Mirë, po kjo nuk është vetëm strategjia për të bërë ato punë që në disa vende që kanë qenë të njohura si parqe të Tiranës, siç është parku i madh i liçenit të Tiranës. Ne po punojmë edhe tek kopshti zoologjik. Dhe pritet një projekt i shpejt, kemi bërë një rehabilitim, po të shkosh sot është komplet ndryshe nga çka qenë përpara. Kemi bërë një rehabilitim të plot të parkut të zooparkut, që i thonë, por që do fillojë edhe një projekt i ri akoma më ambicioz për t'i kthyer faqen kopshtit zoologjik. Sepse aty vërtet nevoja është e madhe, apo është e madhe, ne kemi gjetur në një gjendje shumë të keqe, por sot shikojmë që është disa fishuar hyrja e fëmijëve në atë park, pasi ka një gjelbrim, ka një sistemim dhe kafshët tash janë nën kujdes. Dhe tjetër gjë është që neve nuk kemi mbetur këtu, pasi agjencia ka detyra të mëdha përpara. Neve jemi munduar që të krijojmë edhe të hartojmë dhe disa mini projekte për disa parqe të reja rreth kurorës Tiranës. Konkretisht, agjencia jonë ka hartuar 5 koncepte të 5 parqeve të reja, të cilat janë në Kashar, në Vaqar, në Allxhat, në Pezë dhe në Fark. Këto koncepte ne kemi bërë të gatshme dhe jemi të gatshëm që shumë shpejt të nisë, pasi dhe kryetari i bashkisë e ka shprehur dhe në fushatën e tij, por edhe është shumë interesuar që këto parqe të fillojnë të krijojnë një alternativë tjetër të re. Sepse në këto zona ka munguar parqet. Aty opsionet janë shumë të mira, ato vende janë me bimësi të mirë mbajtur, por kjo bimësi është një bimësi mesetare, e shkurtër, e cila ka nevojë për përmirësim, ka nevojë për struktura të tjera rekreative, por që janë opsione shumë të mira që njerëzit të kenë mundësinë e zgjedhjes se ku të shijojnë natyrën dhe ku të krijojnë aktivitetet e tyre rekreative. Në të njëjtën kohë, neve po shikojmë edhe për 5 zona të tjera rreth kurorës Tiranës, siç është në Baldushk, siç është në Shëngjeq, siç është në Bovill dhe në 2-3 vende të tjera, që të krijojmë disa mundësira dhe opsione që njerëzit të krijojnë mundësinë e zgjedhjes dhe bashkia të fillojë investimin dhe të fillojë përmirësimin e këtyre rajoneve. Një tjetër opsion shumë i mirë është dhe parku i madh i Dajtit. Aktualisht agjencia jonë në bashkëpunim me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi
ku zona rekreative e Taraqës Dajtit të jetë një zonë e shfrytëzueshme për të gjitha këto llojet aktivitete rekreative dhe agjencia jonë po shikon për fillimin e përmirësimit dhe fillimin e nisjes së këtyre rehabilitimit të këtyre zonave dhe nisjes së aktiviteteve në natyrë. Pra një mision jo i vogël, Jo një mision i për të vogël, evidentuar vendet, për t'i sjell dhe për t'i dhënë atë çka u ka munguar prej kohësh, por një impenjim edhe për t'i mirëmbajtur më pas, zot Ertur. Se flasim për atë që po krijohet, por që kjo gjë të jetë afatgjatë, besoj janë ndërtuar strukturat edhe që të mbeten e të njëjtit standard si në fillim. Po, ke të drejtë, të mendosh që agjencia është një agjenci e re, rreth 7-8 muaj agjenci, dhe pasi kemi bërë këto projekte që ju thash qoftë edhe në parkun e madh të liçenit Tiranës, unë do t'ju them vetëm një fakt, që gjithë këto rehabilitime që kanë ndodhur, gjithë kjo punë e madhe që është bërë, kërkon një mirëmbajtje të domosdoshme. Duke filluar ke parku Lodrave, apo ke shtegu Qershive, apo mini projektet e tjera që janë kudo në gjithë parkun, duhet të mendoni që çdo ditë neve vadisim paradite dhe mbasdite gjithë këto pemë të reja, gjithë këto lule, gjithë këto. Pikërisht, kërkon stafet dhe kërkon impenjim të madh, kërkon angazhim që të paktën të gjithë këto investime apo gjithë këto punë të mira që janë bërë duhet të mirëmbahen. Me këtë rast unë bëj thirrje edhe popullatës që të jenë të kujdesshëm, ta mirëmbajnë parkun e tyre, se parku është i tyre, nuk është i joni. Ne jemi thjesht të shërbyesit për ta përmirësuar këtë situatë dhe po vazhdojmë ta përmirësojmë. Aktualisht ne po vazhdojmë dhe me projekte të tjera, siç thash, dhe për të krijuar një moment të tillë, domethënë që njerëz të ndryshëm në pika të ndryshme të krijojnë relakse të ndryshme apo të krijojnë sipas dëshirës tyre. Të kenë hapësira, se gjithmonë janë ankuar që një park kemi, vetëm atë të liçenit. Ja, po flasim për shumë parqe që mund të jenë edhe fare pranë vendit ku banoni. Po, të mendosh, Vaçari është shumë afër. Vaçari është rreth 4 kilometra larg Tiranës. Është shumë afër. Po kështu edhe parqet e tjera, qoftë edhe parku i Pezës, qoftë edhe parku i Kasharit, duke parë edhe lëvizjet e fundit që po bëhen lidhur me planin e përgjithshëm vendor, që Tirana po harton, krijimi i policentrizmit, i poliqendrave, domethënë për mos pasur vetëm thjesht sheshin e madh të Tiranës apo sheshin Skënderbej, por për të pasur disa qendra dhe disa nga këto qendra janë jo vetëm brenda qytetit të Tiranës, por edhe në territorin e Bashkisë Tiranës, i cili duhet të thënë që është territori më i madh i gjithë bashkive të Republikës. Tani po. Me ndarjen e re territoriale. Me ndarjen e re, Tirana është 1100 e disa kilometra katror. Domethënë shumë territori i madh. Megjithatë është një punë e cila do të vazhdoj. Disa procese janë kryer, por të tjera ju presin në vazhdim. Dhe sigurisht e gjitha kjo është një punë kolosale prej pak muash, por që do të japë një fytyrë të re, po themi, kryeqytetit Tiranës me ekzistencën e këtyre parqeve, pra do të ketë një frymarrje të re. Patjetër, domethënë do shtohet e para, domethënë pikësynimi është ky, të shtohet gjelbrimi në Tiranë, pasi Tirana është shumë e madhe dhe ka nevojë për gjelbrim. Qoftë brenda qytetit, qoftë në hapësirat jeshile apo të gjelbërta që ekzistojnë, qoftë edhe në parqet e reja, të cilat do të krijojnë vërtet një frymarrje. Kjo është hapi i parë. Hapi i dytë është të gjithë ta njerëz të kenë mundësi çlotëse, jeta stresante, jeta që bën popullata, kërkon edhe ambiente të reja për të krijuar aktivitete rekreative, jo thjesht pikniqe, por edhe vrapime në natyrë apo aktivitete të llojeve të ndryshme, qofshin këto fiskulturore sportive, qofshin këto turistike. Pra mbetet zgjedhja e tyre më pas. Po, ne ofrojmë hapësirë. Ne afrojmë mundësi dhe këtë agjencia jonë me shumë përkushtim po e bën. Po e bën jo vetëm thash në ambientet që ne aktualisht administrojmë, por edhe në ambientet të reja, rreth Tiranës. Objektivat tanë janë akoma më tepër. Që një të ardhme neve domethënë të mbillet çdo vit një numër i madh pemësh, që të arrijnë tek e fundit të arrijnë rreth 1 milion pemë në fund të planit, domethënë jo vetëm të disa viteve, dhe një hap tjetër që ne mendojmë është edhe krijimi edhe jo vetëm i vendeve rekreative, por edhe të pikave agroturistike. Pra jeni me plane dhe më afatgjatë. Po, të cilat do të jenë në zona pikërisht sepse po të shikosh që njerëzit ditët e shtunave diela dalin nga Tirana, shkojnë në Durrës, shkojnë në Shëngjin, shkojnë në Vlorë, shkojnë në Alpe, në një kohë që të gjitha këto mund t'i gjejnë brenda territorit të Tiranës. Dhe ne për këtë jemi koshient që të krijojmë këto mundësi,
Pasi kemi vërtet Tirana ka një natyrë të bukur, ka zona shumë të mbajtura. Por që ka pasur nga ato shumë të pazhvilluara. Unë besoj ju jeni hasur, zotë Ertur, edhe me terrene të cilat, kur bëjt fjalë për rehabilitim, ju është dashur t'i riformoni nga e para, t'i rikrijoni nga e para, edhe pse quhen parqe ekzistuese. Jo pa qëllim, unë ju thash në fillim ne fjalën rikonceptim. Do më thënë ne po e rikonceptojmë se si zonat të ndryshme. Për shumë vërtet janë pyje, le të themi, pyje naturale apo pyje artificial, po ne do mundojmë të krijojmë një kombinim të pyllit artificial dhe pyllit natural, që njerëzit të gjejnë atë që duan në ato vende. Dhe të mendosh që ne puna jonë fillon që nga malësitë e Shëngjergjit dhe deri në kodrat e Pezës. Do më thësh një territor shumë i madh në të cilin neve kemi plane të sakta dhe kemi detyra konkrete për të zhvilluar në të ardhmen. Dhe do të presim me shumë kuriozitet të inauguroni her pas here punët tuaj, sikur se do të ndodhë sot me një park që ishte edhe një herë. Parku tek Mine Peza. Tek Mine Peza. Kështu do të ndodhë në vazhdimsi, sepse po punohet që gjelbrimi të jetë sa më tepër prezent në kryeqytetin tonë të dashur dhe të mos ankohemi se nuk ka frymarrje, nuk ka ajër. Do t'ju duhet juve të zgjidhni se cili do të jetë parku për ta vizituar dhe për të kaluar pak më tepër kohë. Zotë Ertur, unë të falenderoj që ishe me mua në studio dhe që prezantuat një pjesë punës suaj, sepse nuk prezantohet me fjalë, por do ta shohim me fakte konkretisht. Edhe unë ju falenderoj dhe më vjen mirë që të paktën e televizioni juaj jep mundësinë që njerëzit të marrin informacione e dur, pasi nuk kemi hall të tregojmë punën tonë, por kemi hall të tregojmë cilat janë opsionet dhe mundësitë që këta njerëz të bëjnë një jetë të shëndetshme në natyrë dhe në ambiente të bukura. Dhe besoj se kemi shpërndar informacion, mund të ketë shumë nga ata që kanë dëgjuar për të parë faktin se po punohet për këto parqe, është momenti që të vendosni ku të shkoni dhe si t'i shihoni ato. Do të shkëputemi nga kjo bisedë e parë, vjojmë me publicitet dhe më pas hapësira kulinare me shef Krenarin. Vim në këtë pjesë të fundit për të folur pak për një shqetësim kryesor për maturantët. Ju do të thoni çfarë shqetësojnë provimet. Jo, një nga shqetësimet më të mëdha është fakti se çfarë do të veshin në mbrëmjen e maturës. Kanë filluar për gjatë një viti të mendojnë, të gjejnë opsione, alternativa, dhe tani është ajo faza ku shohin detajet e fundit për të kuptuar nëse kanë zgjedhur fustanin më të magjishëm dhe më të veçantë për të prezantuar atë mbrëmje, një mbrëmje në fakt që ka dhe konkurrencën brenda. Do ta tregoj pak me atë çka kërkohet dhe me atë çfarë do të ishte e duhura për të veshur në një mbrëmje të tillë. Kam kënaqësinë të kem Stella Sallaku në studio. Mirë se erdhe, Stella. Mirë se u gjej. Kënaqësi që të kam në këtë ditë të vrrullshme, pune, impenjative për ty, por edhe të bukura në fund, sepse besoj kënaqësia e maturantëve kur shohin veshjen e ëndrave të tyre dhe atë që kanë dëshiruar është shumë e madhe, apo jo? Absolutisht, është një privilegj dhe për mua që të bëhem pjesë e ditës së tyre më të veçantë, se kanë 4 vite që, ose 3 vite tani që e mendojnë dhe e presin atë ditën e maturës, dhe ka nga maturantet të cilat më kanë shkruar që para një viti që duat më bështi fustanin e maturës. Të kanë rezervuar. Po, fiks për këtë datë, dhe ishte një gjë shumë e veçantë, domethënë që të bëhem pjesë e ditës tyre. Po sa mirë sikur të ishin të gjitha kështu, që do të planifikoni një vit më parë, se unë besoj ka patur edhe nga ato që vinë të minutës së fundit, apo jo? Absolutisht, gjithmonë ka nga ato gocat. Nuk ju vë faj sepse është, ndoshta nuk është zgjedhja e tyre, por ashtu janë kushtet, ndonjëherë dhe provimet kushtëzojnë mjaftueshëm për të mos qenë korrekt në këtë pjesë. Është në disa herë është në të keqen e tyre kjo gjë, jo në të keqen time, sepse detyrojnë të marrin zgjedhjen më të thjeshtë dhe më të gatshme të momentit, sepse kanë pak kohë në dispozicion për ta skicuar apo për ta realizuar siç realizojnë bashkëmoshatarit e tjera. Më vjen shumë keq për ato goca, gjithsesi unë përpiqem që të dalë diçka e bukur në fund, mos pendohen. E personalizuar. Sepse një nga meraku kryesor të paktën mbrëmje maturës është që mos e shohësh të përsëritur tek shoqja. Një veshje të tillë, e mbaj mend ka qenë me kohë një gjë e tillë, sidomos në periudhën kur gjendeshin nëpër dyqan në veshjet, por tani fati ka dashur që të ketë atelje profesioniste që mund të realizojnë këto veshje. Çfarë sugjerohet këtë vit? Se unë besoj nga viti në vit ndryshojnë trendet, edhe pse mund të ketë edhe kërkesa demode, nëse mund ta quajmë kështu. Gjithmonë ka nga këto kërkesa demode. Si vjet kemi parë ca detaje shumë të veçanta që dizajnerat edhe stilistët të tjerë ja kanë kushtuar enkas maturave ose festave në këtë koncept. Për shembull, Valentino ka sjellë këto coprat që janë me qëndisma
pra janë të tejdushme, totalisht shirë ose organzat të tejdushme, me qëndisma lartë, duke qënë qëndisma një ngjyrshe, mund t'jenë dy ngjyrshe, mund t'jenë dhe shumë ngjyrshe, në varësi të tipareve të klientit, në varësi edhe të eventit ku duhet veshur fustani, në varësi edhe të moshës, sepse ka shumë të bëj, pra që të mos dukemi më të mëdhaja se sa jemi. Sepse është tendenca, apo jo? Është tendenca. Temina të nxjerrin goxha më të madhe se sa mosha. Dhe është e rrezikshme të përdorësh një model fustani me temina, i cili do jetë shumë, do të thënë, ka një vizh shumë të hollë të ndarjes mes teminave për një zonjë dhe teminave për një gocë të re. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në këtë pjesë. Edhe pse gocat e reja nuk është se e kuptojnë të gjithë, sepse duan të duken bukur në atë ditë dhe harojnë pjesën e moshës. I kërkojnë pra teminat. I kërkojnë, patjetër. Ndoshta nga shkëlqimi që një temin i jep një fustani, apo nga drita, ose edhe nga vëmendja që merr kur futet në sallë. Jo domosdoshmërisht, si vjet e kemi parë teminën shumë të theksuar, kemi parë qëndisje të theksuara si vjet, kemi parë dhe copra të cilat janë të punuara me detaje. Pra mund të jenë tantella të qëndisura me dorë, mund të jenë tantella të qëndisura me makineri, pra mund të jetë lulja e vetë copës, por e kanë kërkuar në të dyja mënyrat absolutisht. Ka pasur dhe nga ato fustane të cilat janë fustane, do i thosha unë, sepse janë pantallona, me një pjesë fundi nga mbrapa, edhe me një bust... Pra kanë guxuar edhe me stile jashtë asaj standarde që kërkojnë një mbrëmje e kësaj natyre. Absolutisht, mjafton që të ketë atë shkëlqimin dhe atë prekjen e cila do t'i bëj më të veçanta për atë ditë. Ka pasur dhe nga ato maturante të cilat e kanë dashur vërtet shumë të thjesht me një copë të qëndisur edhe me një astar poshtë, mjafton që të jenë të thjeshta dhe të duken mirë. Me ngjyrat, si ka qenë situata, kanë devijuar pak nga e zeza që është standard, e në nxjerr mirë, e ka suksesin brenda. Çfarë ndodh me koloret? Do thosha që kanë devijuar pak nga e zeza si vjet, kanë preferuar ngjyra. Edhe ngjyra të ndritshme, patjetër, por edhe nudin, e cili është një ndër ngjyrat neutrale. Gjithmonë nud me temina. Me temina. Sepse nud nuk ka shkëlqim vetë dhe patjetër duhet që të zgjidhej një detaj i ndritshëm në të. Më pëlqeu shumë që gocat kanë filluar të dalin nga rutina e të kopjuarës, pra kanë vendosur që ta skicojnë edhe ta skicoj unë patjetër dhe ato ta zgjedhin nga skica fustanin e tyre të maturës. Nuk vinë me foto të personazheve VIP? Ka nga ato që vinë, por unë nuk punoj me këtë lloj kategorie dhe duaj që absolutisht të devijohet komplet kjo mentalitet dhe kjo tendencë, sepse nuk është mirë që të bëjmë dy gjëra njësoj. Mund të bëhet një gjë shumë e veçantë, enkas për klientin dhe patjetër që do dali super shumë herë më bukur. Edhe më i bukur, sepse tashmë identifikojnë lehtë në rastet kur mund frymëzimi ka qenë personazh i njohur, thonë, ja kjo e ka bërë fustani si Kimi, për shembull. Po, ose si identifikohet Jennifer shumë lehtë, Lopez. po, në këtë rast. Me aksesorët si luhet, Stella? Është gjithmonë e vështirë të mbushësh mendjen një klienti që fustani s'ka nevojë për aksesor. Pra i ka të gjitha aksesorët të veshur. Sepse duan që të kenë edhe një palë vëth, duan që të kenë edhe një si punë kurore në kokë, në varësitë të fustanit patjetër, ose një bërzylyk të rënduar. Gjithsesi këto janë detaje shumë të rënda, të cilat e tërheqin vëmendjen tek aksesorët dhe humbet vëmendja nga fustani. Ndërkohë që ai duhet ta marrë vëmendjen kryesore atë natë, edhe individi që është brenda patjetër. I kanë zgjedhur të ndritshëm aksesorët, Swarovski në përgjithësi, me këto detajet e gurve, që nuk janë të këqija absolutisht, por të rrisin pak në moshë. Kështu që duhet për pak kujdes me ato, ndoshta duhet të jenë pak më të thjeshta. Jo kaq glamuroze, po themi. Si në tapetën e kuq. Po, sepse kjo është tendenca në fakt dhe besoj tapeti i kuq shihet për të frymëzuar, apo jo? Patjetër. Fatkeqësisht, megjithatë është e mirë të bëhen edhe këto konsultat paraprake. Të ka ndodhur që të kanë ardhur me të tjera ide dhe ke arritur t'i bindesh rrugës se çfarë është më e mira. Patjetër që po. Kjo është një ndër detyrat më fisnike. Aspekti psikologjik. Absolutisht, sepse çdo kush mendon se e di se çfarë i shkon, se çfarë i ri mirë në trup, jo domosdoshmërisht e di dhe është shumë e vështirë kjo pjesa, sepse si e shohim ne veten pasqyrë nuk na shet dikush tjetër. Sidomos një profesionist i fushës që merret me atë punë çdo ditë. Edhe është pak e vështirë t'i besojmë dikujt ndoshta që nuk e kemi parë çdo ditë ose nuk e njohim, sepse mendojmë se nuk i dihet si do dali rezultati përfundimtar.
po më ka pëlqyer goxha, do me thënë besimi që të japin maturantët, edhe pse kanë ditën e tyre më të veçantë dhe nuk duan të rrezikojnë. Besoj që ja kemi shpërblyer pastaj atë pjesën e besimit që na kanë dhënë, duke përdorur idenë e tyre, duke e marrë në thelb idenë çfarë duan të realizojnë dhe duke e përshtatur me një dizajn totalisht unik, i cili do jetë i përshtatshëm për atë natë, po pse jo dhe për një natë tjetër, sepse fustani maturës zakonisht përfundon në garderobe dhe nuk shihet. Pikërisht, pra, ti mundohesh të bësh funksionale edhe për raste të tjera. Patjetër, se kemi plot dasma edhe evente gjatë verës, mund të shfrytëzohet, pse jo. Po kur bëhet enkas për një event, ai kufizohet shumë edhe nuk mund të përdoret edhe në raste të tjera. Pse jo të mos e përdorim, po e paguajmë edhe po i kushtojmë gjithatë kohë, se ta mbajmë në garderobë. Letë mos vetet aty vetëm pas një nate. Absolutisht. Cilat janë prerjet e duhura gjithmonë? I referojmë i këtyre prerjeve glamuroze të tapetit të kush, fustanet të gjata era herës, por ti thej që edhe ky stil ka ndryshuar, të paktën në formatet ti vetë luan shumë me prerjet, me asimetrit, në format se si i ofron, si është kërkesa dhe ajo që është më e mira, edhe në këtë aspekt. Ideja për në mbrëmjen e maturës është të luajmë shumë me nuancat, por jo shumë me dizajnin edhe me prerjen ekstravagante, sepse duaj që individi të jetë në fokus, duaj që trupi individi të jetë në fokus dhe duaj që format që nuk duam të na i shohin, të jenë të mbuluara 100%. Edhe bukur. Edhe bukur, pa u absolutisht. evidentuar. Për trupat e gjatë, pastaj kam rekomanduar gjithmonë që të veshin një fustan të gjatë, ndoshta, sepse kanë qenë tendencë si vjetë, fustanet e gjata, shumë masivisht, por jo shumë të ngarkuar, që të mos bëhemi shumë nga kokat e këmbët me një print të ngarkuar. Pra, këto fustanet e gjata preferojnë në nude ose në versione neutrale, ose edhe në këto versione të cilët kanë qëndisma nga koka, pra nga qafa deri tek këmbët, po qëndisma të jenë të ndryshme, pra të kenë edhe zogjë, të kenë edhe lule, të kenë edhe detajet të tjera të copës. Këtë e rekomandoj për arsyen se gocat në përgjithësi kanë dëshirë që të nxjerrin sa më shumë pra këmbët atë natë. Mirë po, në rast se nuk duhet i nxjerrim për arsye të ndryshme, duhet i mbulojmë bukur, që edhe të mos dukemi të mbuluar keq, duhet të dukemi të veshur bukur. Nuk do lja pa përmendur në fakt që ka pasur goca që e kanë përdorur fustanin e gjatë, por të qarë, edhe normalisht ai kryen dy funksione, edhe të gjatë, por është dhe sensual, është dhe më i freskët, sepse supozoj që dhe jetë goxha vap, edhe mund të është pak më i manovrueshëm edhe kur kërcen, edhe kur do ulesh në tavolinë, sepse do ketë aq shumë njerëz atë natë sa nuk do nuk mundesh të sillesh si princesha e natës. Do ketë shumë princesha, përre. Po, absolutisht. Duhet të jesh i manovrueshëm, duhet të jesh i aksesueshëm me tavolinën, me pistën ku do kërcehesh, edhe me partnerin, po ashtu nuk duhet të jesh shumë jo komode, sepse do shkelësh ndonjë tjetër. Pra funksionaliteti është shumë e rëndësishme edhe në këtë aspekt. Absolutisht. Pantallonat e gjëra të lëshuara në formë paliçetash janë të preferuara, i kemi parë në këtë versionet e copave me pak temin fine. Sa preferohen në këtë mbrëmje? Shumë rrallë janë preferuar pantalloni i gjerë, më shumë është preferuar pantalloni i ngushtë, me një pjesë bishti nga mbrapa që jep idenë e fustanit, vetëm nga pjesa e mbrapme, nga përpara duken të amë si një jumpsuit, bashkë me pjesën e teminës në bust, ose me një tantel të rregullt. E gjitha kjo bëhet për të zgjatur siluetën, sepse gocat që kanë këmbë të bukura mund të eksperimentojnë edhe me pantallonit dhe detyrimisht do duken edhe më të gjata. Sepse prerjet, linjat e drejta gjithmonë të tregojnë ose vët e hapura të tregojnë gjithmonë zgjasin siluetën. Ngjyrat kanë qenë shumë të thjeshta si vjet në fakt. Edhe nga pasarilat që kemi parë, ka dominuar e kuqja, kanë dominuar nude, bezha, tek tuk shumë rrallë në një zezë. Nuk kemi patur ngjyra bojqiell, roz, nga këto ngjyrat pastelet e bojqiellit, vetëm pastelet kanë qenë. Mua faktikisht më pëlqente shumë që të shihja goca të veshura me copat e ngarkuara të Moskinos. Me ato copat e çuditshme që bëri Jeremy Scotti me këto fresh, se që ishin ca detaje tjera. Që të tërheqin një vëmendje më njëherë në momentin e parë. Ato japin një detaj shumë veçantë fustanit, edhe pse nuk konceptohet jetë fustan mature, sepse është
do shumë guxim ta veshësh. Atë ditë goca duhet bëhen sirena, jo të bëhen ama po ta veshësh, unë besoj që krijon me njerë impakt se ndryshe nga të tjerët. Pra krijon një impakt pozitiv dhe një stil shumë unik që do të rishte vëmendjen të gjithë, sepse të gjithë do jenë ose me temina, ose me cagur, brenda një standardi, deri diku. Po, deri diku. Kështu që më pëlqen gjithmonë këto guximet. Edhe pse i kam rekomanduar, pra, do thoja shumë pak ose as pak goca kanë pasur dëshirën që ta guxojnë këtë pjesë, sepse është vërtet e guximshme. Plus që ne jemi vend i vogël edhe ndoshta dëshira për të bërë atë natë një princesh nuk e dihet se kur të vjen rasti i dytë. Që thonë këtë mund ta provoj në një variant tjetër. Provoj për një dasëm ose për një kështu, kurse për këtë natë goca duken edhe më të vogla në rast se veshin printet më të çuditshme, pra më të guximshme, më vajzërore. Sepse të gjitha janë nga 18-19 vjeçe. Edhe ky detaj i teminës edhe i sirenës të nxjerr diku te 5-6 vite më të madhe. Kështu që mirë, ka një dëshirë në atë kohë që të dukesh më e madhe apo jo? Ka. Pastaj duke shkuar 20 e sipër, kërkon të dukesh më e vogël. Sa më shumë 50 e sipër do të dukesh 20. Po, natyrisht. Kështu që por nuk është se nuk janë veshur keq si vjet. Ka shumë ndryshim nga vjet, edhe nga par vjet. Pra janë shmangur Stella egzagerimet, po themi. Ku shinim një transformim të imazhit nga një vajzë e ëmbël, adoleshente, në një femër e cila nuk ngjante me atë që njihni më parë. Pra këto ekstremitete deri vonë i kemi parë prezente, apo jo? Po, i kemi parë shumë të theksuara. Bile nga gocat e shkollës me syzet, dilte një gocë me një model flokësh super të llakosur. Ose dhe kjo është çështje, kurimi i imazhit, besoj ti mundohesh të sugjerosh se cili është stili që duhet të ndjekin edhe në aspektin e portretit, flokëve, apo jo? Patjetër. Se mund të stonojnë dhe të kërcasin veshja me portretin më pas. Absolutisht. Gjithçka duhet jetë në harmoni, domethënë edhe floku, edhe veshjet, edhe veshja, edhe këpucët. Jo domosdoshmërisht, domethënë duhet jenë në të njëjtën ngjyrë, këpucët dhe veshja, mund të jenë dy ngjyra komplet të ndryshme, sepse ne si vjet ka qenë tendencë që këpuca të jetë ndryshe nga veshja, të ketë detaje të shtuara, të ketë gurë, të ketë gjëra, po të jenë jo domosdoshmërisht në një ngjyrë, pra fustani i kuqe dhe këpucët e kuqe. Mund t'i provojmë këpucët jeshile, që të bëhet ai dallimi, sepse janë në moshë shumë të re, janë në një moshë ku mund të eksperimentojnë akoma. Nuk i kanë flokët me thinja që të mund të kufizohen nga ngjyra e flokëve, edhe duhet i lyejnë se s'bën që të mos. Unë nuk e di pse i lyejnë flokët gocat. I kanë ngjyra është aq e freskët dhe aq natyrale, sa thuaj që këta do t'i lyejnë një ditë se do t'i lyejnë, pse duhet ta provojnë që atë ditë. Kush e di se sa kanë pritur për t'i lyer atë ditë. Kjo është tendenca që është lloj tradite e mbartur në historinë e gjitha viteve që atë ditë ndodhin ndryshimet e mëdha. Në imazh për cilat mund bëhesh pishman shumë shpejt dhe thua dua të bëhem neutrale. Edhe vinë pas një muaji dhe thonë Stella, të lutem, më ndihmo ta ndryshoj fustanin se nuk kam kur e vesh më. Prandaj duhet menduar që në momentin e parë. Ti luan shumë edhe me dizenjot që krijon, le të themi, me artin tënd duke punuar me dorë. Kemi parë edhe tek këpucët, që ke guxuar të sillësh ndryshimin, të personalizosh, por kjo Stella ta han shumë kohë. Apo jo, është një përkushtim i veçantë të bësh një flutur, për shembull, për ta vendosur diku. Kjo është shumë e vërtetë. Por nga dëshira e madhe për të sjellë diçka të veçantë, dua t'i kushtoj vëmendje edhe këpucës, duke qenë se nuk kemi parë deri tani këpucë të qëndisura me dorë. Kemi parë këpucë të qëndisura, po janë të qëndisura nga makinerit. Dhe ideja e që unë po i qëndis këpucët është që vërtet të krijohet një luk i veçantë nga koka deri te këmbët. Për shembull flutrat që përmende, dje kisha një kliente e cila ka përdorur, pra donte një fustan i cili do t'i mbulonte të gjitha këto format e pa dëshiruara, edhe do i shkonte bashkë me këpucët. Mirë po, këpucët unë ja gjeta në të njëjtën nuancë me një nga ngjyrat e fustanit, dhe qëndismat që i bëm te fustani, që ishin flutra, ishin dhe te këpucët. Dhe duke i tamam sikur flutrat kishin ngjitur nga këpuca deri tek lart. Nuk ishin shumë, pra ishin me karar, por që dukeshin tamam sikur ajo kishte dalë nga kopshti botanik edhe ishte goxha e lumtur, sepse japin të gjithë detajet e natyrës, japin një freski tjetër njeriut. Flutura, zogjt, lulet, kur përdoren dhe në veshje, dukesh më e freskët. Edhe vetë ndjesia, besoj që krijon personi. Japin ndjesi shumë pozitive, po, është vërtet. Sepse gjitha këto janë detaje
pra që i shohim në një livadë ose në një vend të qetë, paqësor, dhe kur i kombinojmë bukur në veshje, të njëjtin ndjesi që e kemi kur shkojmë me pushime, për shumë, ose një peshk, ose një koral, ose një detaj të detit, një val deti, ose një flamingo, direkt na japin atë ndjesin pozitive dhe atë ndjesin që shiko se nuk kemi vetëm makina edhe pluhur në Tiranë, kemi dhe nga këto gjërat e veçanta që na ndryshojnë humorin. Pra janë të nevojshme për të krijuar ndjesin e mirë, por edhe për të bërë diferencë në stilet që jemi mësuar deri më tani. E di se më duke folur për fustanet e maturës, sepse janë aspekt të rëndësishëm i momentit, por kaluan pak edhe tek fakti i personalizimit të veshjeve. Pra, një individ është mirë të krijojë një stil të vetin, që mund ta shoqërojë dhe në këto mbrëmjet gala. E kemi krijuar në tashmë, mund të themi që në një moshë caktuar, një femër arrin të kuptojë se çfarë i duhet dhe çfarë e tregon më mirë, pa provuar kështu në mënyrë kuturu, le të themi stile nga më të ndryshmet që nuk krijojnë një imazh të saktë të ndit. Do thoja mbi moshën 30-35 vjeç fillon dhe piqet ajo ideja për veten edhe për stilin. Sa më shumë të maturohen zonjat e kuptojnë, sepse kanë provuar edhe shumë, ndoshta deri në atë moment, dhe kanë kuptuar ku gjenden mirë, si pamja, pra si lëkura, flokët, ngjyra e syve, ngjyra e thonjve etj. Bashkë me personalitetin, to duhet jenë të dyja në harmoni, sepse moda është gjua e pafolur, që ne prezentohemi që herën e parë tek një tjetër, tek një person tjetër. Nuk kemi nevojë shumë që të tregojmë për veten, në rast se veshja jonë e tregon për ne. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë, duhet bërë mjaft kujdes që të mos dalim nga vetja, mos dukemi dikush tjetër, po të jemi vetvetja në çdo moment, edhe në një fest, edhe në një përditshmëri, në punë, në zyrë, në një rast familjar, edhe në evente të tjera. Pra, çdo gjë duhet jetë në harmoni me personalitetin tonë. Në rast se nuk kemi dëshirë që të tregohemi modern, mund të zgjedhim ngjyrat neutrale apo të zezën, ose ngjyrat thjeshta të cilat na theksojnë më shumë karakterin tonë. Dhe na tregojnë korrekt, edhe na tregojnë patjetër, të rregullt, në rast se nuk kemi gjatësi trupore, duhet të kemi kujdes me këtë pjesë. Nuk është tak ajo që na zgjat domosdoshmërisht, janë prerjet ato që na zgjasin, janë ngjyrat dhe janë vijat. Të gjitha këto, kur i merren në një kompleks, të gjitha bashkë krijojnë atë siluetën perfekte, e cila duhet jetë normale sot, nuk duhet jetë diçka egzageruar edhe e lodhshme për syrin. Pra duhet sapo të shikojnë stelën, ose stelën, duhet që të kuptojnë se stelës për shumë nuk i pëlqejnë ngjyrat e ndezura, i pëlqejnë neutrale, i pëlqejnë vijat, i pëlqejnë, sepse është tipi thjesht, është tip që punon gjithë ditën, lodhet dhe nuk duhet jetë jo komod gjatë pjesës tjetër të ditës. Kështu që në një farë mënyre, duke e parë një individ në mënyrë të vazhdueshme, mund të identifikojmë edhe stilin që e karakterizon, pavarësisht faktit nëse është në punë, në një mbrëmje gala apo kudo qoftë tjetër. Por mbrëmja maturës është një event i rëndësishëm. Besoj tani janë ato teknikat e fundit, apo jo, jemi drejt përfundimit. Nuk ka kohë më për të prenotuar, sidoj që t'jenë. Jo, janë shumë afër, përveç disa shkollave që e kanë në Korrik, më duket. Që mund t'kenë ndonjë shansë të dytë. Mund t'kenë ndonjë shansë të dytë, Tek këtu. Stella, faleminderit shumë që erdhe në studio për te i fluksit të punës, që momentalisht është i madh, sepse Stella çdo gjë e kalon me dorën e saj deri në detajin më të vogël dhe të fundit, por pse jo, është mirë që ju që jeni ende të luhatur, të bëni zgjedhjen e duhur dhe atë mbrëmje të prezantojeni siç duhet brenda personalitetit që ju karakterizon. Me këto sugjerime kemi ardhur edhe për sot në fundin e kësaj të premte. Nesër në orën 8 do të jemi në weekend. Kalofshi bukur deri atëherë, mirupafshim.